Netulla, e njohur ndryshe si lapushe ose lule peshku, i përket familjes Verbascum. Lulet e saj të verdha ngjyrë floriri thuajse pa bisht renditen në një lulesë vile të gjatë, gati në formën e kallirit. Lulëzojnë në qershor deri në shtator. Bari përmban kryesisht lëndë jergëzuese, flavonoide, pak esencë, sheqerna dhe saponine. Këto lëndë lehtësojnë kollitjen, zbusin kollën dhe përdoren kundër pezmatimit të gojës dhe të fytit dhe për të liruar edhe ngërçin. Zbut kollën sidomos për duhanpirësit. Në sajt të këtyre vetive, lulet e netullës këshillohen si mjet zbutës dhe ekspektorant në kollë të bardhë, në pezmatimet e bronkeve dhe në bronkit astmatik. Në raste të veçanta, përdoret edhe si diuretik. Zakonisht lulet e netullave kombinohen me barëra të tjera. Përgatitja dhe përdorimi. 3 deri në 4 lugë çaji hidhen në një enë, kushtohet një gotë me ujë që zjen. Ena mbulohet me kapak dhe lihet për 15 minuta, duke e tundur her pas here. Pastaj përmbajtja kullohet me nap që të mos depërtojnë qimet e luleve, të cilat ngacmojnë kollitjen. Pra, kullimi duhet të bëhet në mënyrën më të mundshme të mirë dhe lëngu pihet gjatë ditës i ndarë në 2-3 doza. Bari është shumë i ndjeshëm ndaj lagështirës. Ajo duhet të ketë gjithnjë ngjyrë të verdhë floriri, po të mos ruhet me kujdes edhe në vende pa lagështi del jashtë përdorimit brenda 3 muajve. Prandaj pasi të thahet duhet të amballazhohet me një herë dhe mirë në qeska igeliti. Në këtë mënyrë e ruan veprimin për 2 vjet.